kredit buta për të gjithë fermerët që duhet të zhvillojnë fermat e tyre. Hiqen çdo kriter për subvencionimet, jo kokë bagti apo sipërfaqe toke. Edhe një kokë vetë, edhe një lopë vetme do të subvencionohet. Edhe një dyrim tokë do të subvencionohet. Të dashur miq, thirrjet nga mbar Europa dhe bota këto 3 muaj kanë ardhur në Shqipëri që shqiptarët të ndahen nga krimi, që shqiptarët të votojnë si qytetar të lirë. Shtoni pak pyetjen. Çfarë përfituat ju 12 vite? Pensionistë dhe pensionistë. Pas 12 vitesh, Edi Rama buxhetin e fundit la 16 milion euro për ju. Dhe ju nuk jeni 100.000 apo 200.000, po jeni 760.000. Pensionistë dhe pensionistë. Mos harroni se me pensionin që mirrit të vitin 2013, blinit 250% më shumë se sa që bleni sot në dyqane. Për të bler ato që blieshin 2013 me 143.000 lekë sa që ishte pensioni, sot ju duhet pagueshit me 390.000 lekë. Por qeveria ju ignoroi ju shumëzoi me 0. Ndaj dhe vota me 11 maj është vot për veten tuaj, për dignitetin tuaj. Ju garantoj se ju do merrni falas ato ilaçe që merr pensionisti italian falas në Itali. Se lista e rimbursimit do t'jetë identike për të rit. I siguroj se shkollimi tyre, modernizimi arsimit, digitalizimi plot i tij, heqja e mesatarësh për universitetet, punësimi tyre pas mbarimit të universiteteve, pagesa nga qeveria sigurimeve shoqërore për të rit një vit, grantet dhe kredite buta për startupet dhe bizneset e tyre, një çati për çdo çift, me 30.000 euro grant për të paguar interesat e kredis, do t'jetë zotimi ynë për të rit shqiptar. Miq, 11 maj është dita të ndryshojmë, është dita të votojmë për dignitetin tonë, dita të votojmë për paqen, për sigurinë tonë dhe të japim ndëshkimin më të madh krimit. Çfarë fitoi Tao? Çfarë fitoi Tao nga votat tuaja? Tao fitoi 100 milion të fshehura, fitoi pasuri, fitoi emër më të keqin si baloz krimi në Elbasan dhe në Shqipëri. E murë të vesh besoj. Para 10 ditësh, Sueli ja bëri për spital shoferin. Dhe Tao, dhe Tao e qepi gojnë si i paqen, si ushtari Suelit, turp të ketë.
Tau Burreci e qepi gojnë nda njeriut që kishte patur vite shofer. Ja theu koskat, sepse nuk mbështeti Sara Milen. E kuptoni ju? E kuptoni ju? Qytetarët Librazhnit jeni njerëz të lirë, duhet ndëshkoni këtë bandë me votën tuaj. Dhe u garantoj ju se Suelin dhe Suel si a ju do shpallën terrorist me datën 12 maj. Banorëve totolishtit, ju ja fjallën se